Përshëndetje dhe mirëmbrëma të nderuar shikues, ja ku jemi sot në podcast në Okult, në aktualitet. Do të flasim një çik për këto ngjarjet tona të brendshme. Kam thirrur gazetarin simpatik Sebastian Zonja, i cili pas here është mik i emisionit ton, na viziton, e ftojmë dhe me ta bëjmë gjithmonë biseda të këndshme, por ndonjëherë bëjmë edhe debate me njëri tjetrin që si jemi plotësisht dakord. Ata që na ndjekin duhet ta dinë që unë këtu nuk jam në rolin e moderatorit vetëm, por jam dhe në rolin e diskutuesit ose debatuesit. Kjo është dhe arsyeja pse unë flas pak më shumë, se bëj dhe këto prezantimet, bëj dhe pyetje, bëj dhe diskutime me të ftuarit tanë. Para se të fillojmë emisionin për temën që ne kemi përzgjedhur, dëshiroj t'i kujtoj ata që kanë hyrë në këtë kanal dhe po e shikojnë në këtë moment, sigurisht ju ata që janë dy thundrak, ju kam thënë dy thundrakët të dalin shpejt e shpejt. Kush do të ajmisht të qëndroj këtu, kush do të pi qumësht, të veja ndej në ato emisionet e tjera, ka me bollek për trushplarje. Këtu është emisioni dhe podcasti i Liris, ku gjërat thuhen ashtu si mendohen dhe ku mendohet që icebergu nuk e shtyn era që lot me kapuçin me 2 pestat, por e shtyn në ujërat e padukshme, rrymat e poshtme që janë 5-7-at dhe që ne përpiqemi t'i shikojmë, t'i zbulojmë dhe t'ja u themi. Prandaj ky podcast është, këtu në këtë podcast thuhen fjalë të arta që nuk shkruhen kollaj në karta. Falenderoj edhe sponsorët tanë që ndihmojnë zhvillimin e këtij podcasti dhe të emisioneve të tij. Njëkohësisht dua t'ju them të gjithë atyre që ndoshta ende nuk e dinë, YouTube i ka ofruar mundësinë që të shikohet dhe me titra, video tona, qoftë në gjuhën shqipe, ata që nuk e kuptojnë mirë shqipen me të dëgjuar, mund edhe ta lexojnë, ose ata që e kuptojnë mirë me të dëgjuar dhe duan ta mësojnë mirë me të shkruar, mund të shikojnë me titra shqip, kurse ata që nuk e dinë mirë shqipen dhe duan të mos ju shpëtojnë gjërat që thuhen në këtë podcast, mund t'i shikojnë me titra anglisht. Sebastian, mirëmbrëma, mirë se më ke ardhur në emision, është kënaqësi që rishihemi bashkë përsëri. Dëshiroja të flisja për këto temat aktuale ku ti e ndjen dhe veten mirë. Jemi në fushatën zgjedhore, çdo ditë ka zhvillime dhe ne prandaj çdo ditë do të bëjmë nga një emision ku do të flasim për zhvillimin e fushatës. Vjetëre që këto zgjedhje mund të konsiderohen si zgjedhjet më pesimiste ndoshta në historinë e Shqipërisë, në zgjedhjet e përgjithshme, në historinë e zgjedhjeve të përgjithshme. Nga një anë është një kryeministër i cili më shumë ka qenë një njeri ndërkombëtarëve për të menaxhuar shqiptarët, për t'i mbajtur urtë dhe për të ndjekur agjendat e ndërkombëtarëve, me një ekip ku solli carisi, ku më shumë pati besim tek femrat, sepse i kontrollonte më kollaj duke i vendosur në shumicën e posteve, duke hequr atë traditën e ecjes së botës përpara, ku punët e vështira i ka marrë gjithmonë meshkujt. Më kujtohet kur filloi lufta në Ukrainë, që ky Zelenski ndiqte të njëjtën traditë, kur filloi lufta i thanë tash i merr gratë, i thanë me që këto e ndjenin veten shumë të afta dhe shko lufto me gratë, i thanë, kupton? Sepse tash të gjitha gratë se kështu ishin këto feministët e këto. Ne jemi të barabartë, ne kemi të gjitha mundësitë një lloj. Hale ti dhe tash të vënë luftë gratë, ta shikojmë si luftojnë. Dhe zoti i ka ndarë gjërat. Gratë bëjnë sa punë më mirë se burrat dhe burrat bëjnë sa punë më mirë se gratë. Edhe qeverisja burrat sigurisht e bëjnë më mirë se janë punë më të vështira, duan dhe lodhje fizike dhe që burri e ka më të mëdha si nga ana mendore dhe nga ana fizike. Ky është mendimi im. Ka dhe përjashtime nga ky rregull që ka gra që janë shumë të afta, po jo të bësh qeveri me mendimin që do ta bëj vetëm me gra, ose do ta bëj 70% ose 80% me gra dhe 20% me burra. Çfarë janë këto kritere? Kush është mi? Zoti vendos burr ose grua. S'ka
privilegje për askënd. Dhe Rama pra po thoja që është një kryeministër pesimist që në rastin se që do fitoj, nuk ka çfarë të sjellë Shqipërisë, ka 12 vjet, ka bërë shumë pak vepra publike, i ka bërë me kosto shumë të larta, është shumë i përfolur për abuzime me tenderat, ka pothuajse në çdo tender ka abuzime, ka pasuruar shumë njerëz të mafjes të cilët kanë hyrë në botën e biznesit në kohën e qeverisjes së Ramës, duke dhënë paret e shqiptarëve nga buxheti. Shumë njerëz të qeverisjes së tij, skuadrës së tij janë në përburgje, qoftë në pushtetin lokal, qoftë në pushtetin qendror. Ish dhënës kryeministri është i akuzuar dhe në kërkim i ratisur. Ka kryetarin e bashkisë ose atë që ishte mëtojnë si kryesor për t'i zënë vendin mbas zgjedhjeve të 11 majit dhe që Rama mendonte se ai mund të luftonte për të humbur Rama zgjedhjet dhe për t'i marrë partinë. Dhe kjo mund të jetë dhe një nga arsyet kryesore që e goditi sepse ai kishte filluar t'i japeshe Oreksi për të ngrënë mish para se ti dilnin dhëmbët dhe Rama e goditi. Dhe në këtë kuptim Rama nuk ka më çfarë të afrojë që t'u jap shpresë shqiptarëve. I ka ngelur vetëm kjo pasaporta evropiane për të na futur në burgun e madh të Evropës të bankierëve, të Rothschildëve, ku komisionerët nuk zgjidhen, po emërohen, nuk merret vesh nga dalin ata që bilbilosin në emër të Bashkimit Evropian. Asnjë popull evropian nuk i zgjedh. Mundet që Evropa, siç duket, mund të hyjë në një luftë me Rusinë, mund të jenë skenar për të vrarë të bardhët, sa herë që ka një revolucion industrial bëhet një luftë botërore, ku teatri kryesor i luftës janë të bardhët e Evropës që vriten dhe masakrojnë në njëri tjetrin, ashtu siç po ndodh sot në Ukrainë që janë të bardhët bjondët që vriten me njëri tjetrin, me të njëjtën fe, me të njëjtin gjuhë, gati me dialekte të ndryshme, në mënyrë të çuditshme i ka futur Illuminati ose Kill Illuminati i ka futur në një luftë. Ky po na thot ne dojmë Bashkimin Evropian, pastaj kur ty Bashkimi Evropian luftë me Rusinë, do na këndojnë himnin e Bashkimit Evropian këtu. Adeu hyni përbashkët në rrezik, kriminali Putin kërkon të na vrasë. Ande njëta gjë Putini ju këndon hymnin e Rusisë, tot Evropa, si gjithmonë që nga koha e Napoleonit, gjithmonë na ka invaduar, ne si kemi pushtuar, ata na kanë ardhur këtu, ne kemi mbrojtur vendin tonë. Këto ligjërata do t'i mbaj dhe tash më 9 maj kur të bëhet festa 80 vjetori i poshjes i fitores mbi nazizmin. Nga ana tjetër Berisha po nuk jep asnjë lloj optimizmi, është një njeri që ka bllokuar të gjithë proceset e ndrimit të elitave në politikë, ka bërë dhe gjëra të mira gjatë qeverisjes, nuk duhet të jemi një listë, por ka në biografinë e vet edhe shumë vepra të shëmtuara dhe është i përfolur për shumë gjëra dhe nuk ngjall optimizëm nga krau i djathtë aq më tepër që vjen dhe mbas një plagosje të rëndë nga aktiviteti ndërkombëtarëve me pozitën dhe qeverinë mazhorancë në Shqipëri, ku Rama me ndihmën e ndërkombëtarëve dhe të drejtësisë që u krijua drejtësia e re, goditi dy figurat kryesore të opozitës që ishin Berisha dhe Meta. Me Berishën u shkua deri atje sa megjithëse në moshë të thyer ju i skenua dhe një goditje fizike ku dikush e dhunoi që kjo rallë ka bërë vaki, domethënë sidomos në Shqipëri të jenë goditur të moshuarit e kështu. Është një veprim i shëmtuar. Terrorizmin politik e kemi nga Avni Rustemin. Jo, flas mbas 19, nuk e kemi pasur këtë, po Avniu është një nga terroristët më të mëdhenj. Dhe i futur nga ndërkombëtarët kundër Esat Pashës dhe kundra Metzogut. Ka organizuar domethënë atentatin e Beqir Valterit. I futur nga kompanitë e mëdha të naftës nga ndërkombëtarët. Kjo është e keqja e shqiptarëve që i manipulojnë tuajt.
Juri Kim ka ikur, ata ambasadorët e tjerë kanë ikur, ikin dhe lën tokë të djegur këtu, e lën vendin pa opozitë, pa. Se më mirë një opozitë e keqe ose e dobët se sa vendi pa opozitë fare. Kjo tregon që ata nuk e ruajnë fare për shqiptarët figurat të tilla si Lulbasha dhe Ali Beaj, që o janë dritë shkurtër dhe ignorantë, ose kërkojnë që me marshën e ndërkombëtarëve të ipin ata në krye të pushtetit dhe të largojnë këta që de facto gëzojnë mbështetje më të madhe ke elektorati siç është Berisha, dhe këtë ajo e vërtetovi me vepra kur u votuan. Dhe megjithatë, unë mendoj që në qoftë se PD-ja do të vinte në pushtet me Berishën, nuk ka se çfarë të sjellë ndonjë gjë tjetër të jap njerëzve optimizëm. Prandaj unë i quajta këto zgjedhjet më pesimiste. Si e shikon ti në këtë drejtim situatën? Janë këto zgjedhje pesimiste dhe mund të shkaktojnë këto mosdaljen e numri më të madh të njerëzve në votime, apo ndoshta futja e partive të reja mund të jap shpresë që diçka mund ndryshojë dhe këta mund t'ja japin të zhgënjyerit votat partive të reja, dhe si mendon mund të marrin partitë e reja pra këto dy çështje ti pyeta për një herë. Ka pesimizëm, si e shikon ti apo jo në këto zgjedhje? Dhe a do të përkthehet kjo në mos pjesëmarrje në zgjedhje, apo ata që janë pesimist dhe të zhgënjyer mund të japin votën në numrin e tyre më të madh partive të vogla? Ka një tentativë gjithmonë nga pushtetet që ta ulin sa më shumë numrin e votuesve. Arsyeja që ulet numri i votuesve, që ndërtohet një lloj retorike e fortë për ta ulur numrin e votuesve, është se favorizohet gjithmonë pushteti. Në këtë kënd mund të shohim edhe deklaratat e fundit të kryeministrit Edi Rama, ku një pjesë i quan autik, një pjesë i quan çyryk, një pjesë i thot kërkoni në Google fotot e mia etj etj. Sa më shumë që të ulet numri i votuesve, sa më shumë që ata të dekurajohen, aq më shumë pushteti e shton fuqinë e tij. Sepse administrata merr pjesë gjithmonë në zgjedhje dhe ai ka të sigurta votat e administratës dhe të njerëzve të vet. Sepse patronazhimi i votuesve që për hir të traditës që kanë votuar gjithmonë Partinë Socialiste, për hir të simpatisë që mund të kenë ndaj Partisë Socialiste, për hir të interesit që mund të kenë ndaj Partisë Socialiste. Edhe pa buk të jenë ata. Tradita. Babai, gjyshi. Kjo është tradita. Për hir të traditës, për hir të interesit apo për hir të simpatisë se votojnë. Kanë në përfshatra që janë pa buk. Mirë, kanë qenë komunistë atëherë dhe ata leri pa buk edhe 100 vjet edhe 200 vjet pësën majtë, jemi të majtë. Ka një spektër të ri të së majtës që është Arlind Qorri. Majtët janë ata të cilët kanë një lloj idealizmi, po të vëmë një lloj socialdemokracie të Mitat Frashërit, po të vendosim një lloj socialdemokracie të disave që janë përpara 45-s, ka të majt idealist, ka pasur të majt idealist Shqipëria. Marrja e së majtës, pushtimi i së majtës nga enverizmi, nga enverizmi jugoslav, nga komunizmi jugoslav. Kokallari më 46 me këta janë socialdemokratë. Janë par excellence. Në këtë kuptim, Ali Këlcyra për shembull është një majt që ka dimensione shumë të larta. Kur e çojmë të majtën përpara 45-s. Edhe dekalogu, megjithëse balli kombëtar ka qenë organizat, këta i vënë emrin Fronti Nacional Shqiptar, këta i vënë balli kombëtar shqip. Ishin organizata, nuk ishin parti politike. Brenda kishin dhe ekstremistë të djathtë dhe socialdemokrat, po jo komunist. Jo komunist, sepse dallimi duhet bërë një dallim shumë i madh. Me që jemi te podcasti jot, është kënaqësi gjithmonë që të jem këtu, sepse gjërat mund t'i trajtojmë gjërësisht dhe mund të shkojmë brava në histori, mund të bëjmë parashikime për të ardhmen. Ka pasur një problem politik në Shqipëri, i cili mëton të zgjidhet, vjen gjithmonë për të zgjidhur, dhe ka qenë dallimi midis, le të themi, një lloj të majtje dhe një lloj të djathtë në vendin tonë. Kemi pan-ballkanistët, kemi dhe sovranistët. Kësaj duket sikur janë ndarë që në 1912. Kjo ndarje midis sovranistëve dhe pan-ballkanistëve është ndarja midis atyre të cilët mëtojnë një, le të themi, federat kombëtare,
një bashkim kombëtar, një çështje kombëtare e cila duhet zgjidhur dhe shtrohet për të zgjidhur dhe del çdo dekadë, del çdo 50 apo 100 vjet del gjithmonë për të zgjidhur kjo çështje. Dhe ka një formacion tjetër i cili është formacioni internacionalist që fillon deri diku me Fanolin që i quhen Kosovjot, shqiptarët e Kosovës, dhe vijon më pas me Enverin dhe merr trajtat e Ballkanit hapur me kryeministrin Edi Rama. Shiko, Sebastian, më fal që ndërpres. Doja t'ju bëja me dije një diçka shikuesve në ndryshimin midis fjalës social-demokrat, socialist dhe komunist. Deri në vitin 1982 me Kautskin, që futi Karl Marx, që ja kishin dhënë këtë teorinë e marksizmit me gënjeshtra rabinët, që në fakt komunizmi është që futë riq, si të shfrytëzojnë që futët nëpërmjet teorive të marksizmit gjithë botën, ta sklavërojnë. Ai thashte që duhet të bëhet revolucione me dhunë dhe pushteti të merret me dhunë. Mirë po për shkak në vendet e zhvilluara industriale, po për shkak se kapitalizmi po prodhonte mirëqenie, këta nuk mundnin dot që mirëqenia po vinte duke u ngritur në paga në mënyrën e tesës, për shkak se nuk I ngrinin dot punëtorët në për revolucione, atëre e modifikuan dhe Kautski në atë që quhet Kongresi I Gotës, bashkovi gjithë këto partitë komuniste të ndryshme të Evropës kryesore, edhe u tha që ne do të marrim pjesë, se Karl Marxi nuk I njinte proceset e votimit, këto I quante ilegjitime dhe I quante fals dhe nuk duhet marrim ne pjesë në këtë lloj ringu që ka krijuar kapitalizmi, ring institucional, siç ishte institucioni I zgjedhjeve dhe këta e ndryshuan pastaj socialdemokratët dhe thanë ne do vim nëpërmjet votave duke bërë punëtorët për vete, shumicat e popullsisë, fshatarët, dhe duke u marrë votën do kalojmë vendin tonë drejt komunizmit, po me votë. Pra, ky është ai ndryshimi klasik midis socialdemokratëve dhe komunistëve, meqense ne filluam me Arlind Qorin apo diskutojmë dhe përballë. Pra, kjo është një majt, një formacion edhe vetëvendosja është socialdemokrate, ka disa subjekte socialdemokrate. Më përpara kishte një, po të marrim edhe një lloj konflikti ideor midis Musineko Kalarit dhe Mitatit, ishte një lloj socialdemokracie nordike përballë asaj italiane. Pra, po të shohësh ka trajta të një lloj socialdemokracie në trojet shqiptare, filiza dhe ide që diskutoheshin, të cilat mëtonin një çështje kryesore, që kishte të bënte me identitetin kombëtar, Mitat Frashëri si një nga rilindasit e fundit dhe një nga mendjet më gjeniale që ne kemi pasur në shekullin e 20, një albanolog madhështor dhe një njerëz tejet I kulturuar. Gjithashtu dhe një real politicien si Zogu, I cili mëtonte që të shonte përpara. Realizuesi I alfabetit kombëtar. Ai dhe Fishta janë Cirili dhe Metodit të shqiptarëve. Pikërisht. Dhe kemi dhe Zogun I cili luan një rol qendror në fuqizimin e identitetit kombëtar dhe zgjidhjen e problemeve të mëdha që kishte realiteti politik shqiptar. Një nga gjërat kryesore, për shembull e shohim sot në Kosovë, që mbyllja e çështjes së shtetësisë së Kosovës është çështje primare, është çështje shumë e rëndësishme. Dhe Zogu në 20 vite pushtet arriti ta mbyllte çështjen e shtetësisë, çështjen e kufive dhe çështje tjera. Dhe kjo është largpamësia dhe kjo është fuqia e një politikani të ndërtojë institucione dhe ta lërë të vijojë përpara. E mori vendin në kaos mbas revolucionit të Fanolit 24 dhe e çovin drejt një vendi relativisht të stabilizuar me shumë armiq që nuk e deshin Shqipërinë. E vërtet. Me shumë probleme arriti krijoi një pasaportë të fortë, ju dha një dinjitet shqiptarëve në Ballkan dhe në Evropë. Krijoi një lloj mirëqenie relativisht të mirë, ngriti një shtet të së drejtës. Unë di që njerëz që kanë qenë pranë tij si Koçokota ndërtuan një bil në këtu afër televizionit shqiptar, pa pyetur atë zotin e tokës, ishte kryeministër. Ai e hodhi në gjyq, mos gaboj ka qenë Kalakula, babai I Uranit. Dhe ky I tha, hape gojen sa lek do, tha, të ta ble tokën. I tha, të më japësh, tha, çfarë duash, tha, nuk ta shes vetëm se s'më pyetet. I tha, dhe kur vajti ke Zogu gjykimi, I thiri Zogu të dy për t'i pajtuar. I tha, nuk kam çfarë të bëj, tha kryeministri, se ti ke uzurpuar tokën e tjetrit. I tha, vetëm të bini në një marrëveshje, dhe nuk ranë në marrëveshje,
dhe Koçokoda u detyrua e la vilën, e prishi, e la, kupton, domethënë i tillë ka qenë sistemi i drejtësisë në atë kohë, kurse sot Është e vërtetë. kush të dojë zë tokat e kujt të dojë. Stërgjyshi Muharrem Bayraktari, ai si funksionar i lartë i kohës Zogut, ministër, kolonel xhandarmerie, kolonel i përgjithshëm etj. Edhe ai ndërtoi një vilë, sepse paria ndërtonte vilat e tyre që kanë qenë ajo që quhet elite e vogël, Tiranë e Re, afër bllokut, kanë qenë që u ndërtuan vilat e para të funksionarëve dhe toka blihej. Për shembull kemi disa nga gjyqjet e para, disa familjarë të Zogut, cilët vjedhin kur po bëheshin kanalizimet, ndodh një lloj korrupsioni, disa prej atyre shkojnë në burg, pra kishte një lloj zbatimi drejtësisë. Nuk ishte si kjo që shohim sot. Dgjoj, do të them edhe diçka tjetër, një histori tjetër. Aty ku është sot pallati i brigadave, Zogu desh ndërtonte vilën, domethënë para se ta ndërtonte ke pallati i brigadave. Dhe ndërkohë ky Qazimulleti ishte kundërshtar i Zogut dhe ishte në Vjenë dhe mori pjesë në atentatin që i bën Zogut, mos gabojmë viti 29 që u vra Topallaj, bodyguardi vet se nga Troja i Aziz Çami e qellovi. Dhe aty ka qenë dhe Qazimulleti dhe në atentat, bashkë me disa të tjerë. Dhe me Sefi Pllamasin i tregon Sefiu në kujtime to. Dhe Zogu desh të bënde vilë në 3 vende. Dhe më thanë mua që therën një mish në të 3 këto vende dhe e lanë mishin të varur. Dhe atje ku mishi u prish më shpejt, ata nuk i ndërtuan. Atje ku mishi u prish më ngadalë, domethënë sepse kishte erëra të mira, domethënë kishte pak viruse dhe mikrobe që e kalbin mishin, atje u zgjos ke pallati i brigadës. Mirë, problemi ishte që ishte toka e Qazimulletit ajo. Edhe Zogu i ka dërguar njerëzit e vet që negociuan, ajo dha në fillim një çmim shumë të lartë, më kanë thënë, me mendimin që ky s'do ta marrë, dhe kur këta e pranuan, i thamë po, do ta marrim, kaq sa ne the, edhe u detyruai pastaj për të mbajtur fjalën, ka nënshkruar akt marrëveshjen. Pra, nuk ja zuri më dhunë, megjithëse kishte kundërshtar politike, kupton. Domethënë ka funksionuar ligji shumë më mirë se sa sot. Ajo që mund të themi është për shembull vjen komunizmi më pas dhe të shohim disa mangësi që kemi sot në komunizmi. Ky brez që kemi në sot nuk është si bolshevikët, cilët duhet thënë ishin më serioz se sa periudha kineze me një lloj lejfenizmi, pra kishte një trajt tjetër. Bolshevikët kishin një mënyrë tjetër të funksionuarit dhe të bërit politik. Arritën tjetër qytetërim, sepse ishte qytetërimi krishterë ortodoks, kurse këta kinezët kanë tjetër lloj qytetërimi. Pra ky brez që kemi ne sot është rritur dhe është formuar në atë që mund ta quajmë lejfenizmi kinez. Dhe po ti shohësh edhe nga mënyra se si operojnë në politikë, nga ligjërimi që ndërtojnë, është si thua, nuk ka amplitudë fare. Është shumë i nuk po di të gjej një metaforë, por kemi mungesën e politikës që e gjejmë pastaj në komunizëm. Trajtohej njësoj në të njëjtën mënyrë si Serbia, e cila ishte okupatore e trojeve shqiptare, në të njëjtën mënyrë trajtohej edhe Rusia, trajtohej edhe Amerika, pra futeshin të gjithë në një thes. Kjo tregon mungesën e ndarjes midis mikut dhe armikut, të dish të dallosh kë ke mik dhe të dish të dallosh kë ke armik. Ky është një nga konceptet e rëndësishme të politikës. Sot, për shembull, ne e dim që ndërtojmë aleancë ushtarake me Kroacinë, me Bullgarinë dhe me Gjermaninë dhe me Sloveninë, në këtë aks, po themi gjermanik pan-ballkanik, e ndërtojmë mbi bazën e aleancave duke shquar dhe me Turqinë sigurisht, pra ky boshti Ankara, Berlin etj. E ndërtojmë këtë lloj aleance ushtarake mbi premisat e dallimit të mikut nga armiku. Pra, armiku është ai i cili kërkon që territoret që ti ke ti marr dhe ti përvetsoj. Të mbaj ato që ka dhe mundësisht të marrë edhe Vorja e Pirin ose pra shton këtë. Në krahun tjetër kemi mungesën e mendimit. Mungesa e mendimit pikërisht na vjen se të paktën këta serbët nuk na kërkojnë nga kjo Shqipëria politike që kemi, duan Kosovën, kupton? Kurse këta na kanë marrë e Pirin e Jugut grekët dhe thonë duam akoma, thonë duam të bëjmë derë në Vlorë, të marrim vijin, thonë Llogara, Vjos, Kolonjë, Korçë, domethënë deri ke Lumi i Devollit. Thonë ky është Vorja e Piri dhe duhet ta marrim ne, se të paktën këta serbët s'na kërkojnë gjë nga 13-a, nga kufiri 13. Këta grekët të pangopur kërkojnë akoma këta, kupton? Dakor, po duhet bëjmë një dallim faktikisht. Sot nacionalizmi shqiptar ka trajtën
duke e parë për Kosovën. Tek çështja me Greqinë është çështje tjetër, kemi probleme me Greqinë, probleme të cilat janë shtruar për të zgjidhur, duhen zgjidhur etj. Por linjat të cilat mbajnë çështjen e Vorjo Epirit në Greqi nuk janë linja, le të themi, qeveritare shtetërore. Janë linjat si agimi i artë, parti politike të ndryshme, ultranacionaliste, shoviniste. Serbia e ka në kushtetut kërkesën për Kosovën, pra duhet bërë një dallim në këtë mes për të parë se ku qëndron sot teza e nacionalizmit shqiptar. Teza e nacionalizmit shqiptar. Po ty kërkosh grekëve vorë atë jugun e Epirit ta japin ata? Jo, nuk po them e kërkon apo e merr. Unë po them kushtetut e kanë, ku ta lëshojnë ata atë që kanë. Ku qëndron sot problematika. Po kjo i takon një temë tjetër. Shqipëria ka qenë der në art me banor shqiptar, der në Selanik me shqiptar, kupton? Gjithë zonën Matan Gramozit ke 92 fshatra që edhe sot plasin shqip të moshuarit, pavarësisht se këta kanë ushtruar vazhdimisht trysni dhe presion, po hajde se s'ishim për këtë temë, bëjmë në herë tjetër këtë temë. Po, do e flasim herë tjetër. Mungesa e mendimit është një pjesë tjetër. Thjeshtimi dhe thjeshtëzimi i mendimit është ka të bëjë me këtë. Për shembull, në kohën e Enverit trumbetohej, po themi, ne na duhet ushtria. Pastaj erdhi demokracia, thamë nuk na duhet ushtria fare. Thjeshtimi i mendimit për ta parë në këtë lloj dikotomie, bardhëzi, mirë keq, pas një lloj nuance, pas një lloj ngjyre, kjo është shumë problematike, sepse shihet bota enverist, anti-enverist, socialist demokrat, pra ka ngjyra gjithmonë që qëndrojnë brenda. Në krahun tjetër kemi mungesën e moralit. Në mungesën e moralit që shohim ku gjithçka kthehet në para, gjithçka kthehet në treg, gjithçka kthehet në kapital. Fitimi mundohet bëhet sa më i madh, nuk ka më vlera dhe virtyte. Pikrisht kjo lloj gjëje ku vjedhja kthehet në një lloj metafizike, pra ti pse e vodhe këtë filxhanin e kafes, ty nuk duhet se ke 10 filxhana në shtëpi, çështja është ta marr, ta kem. Pra nuk ka një logjik të brendshme kjo lloj gjëje. Dhe në këtë sens, edhe mungesa e moralit e ndërlikon dhe më shumë situatën. Mungesa e katërt është rendi ndërkombëtar. Dikur, po ta shohim me kujdes, mundësia që Enveri të rinte dhe të qëndronte gjatë në pushtet, ishte pikrisht duke bërë një deal me ndërkombëtarët që unë nuk cënoj as edhe një lloj rendi ballkanik dhe ju nuk cënoni regjimin tim që unë të vras këtë tua. Është një gjë që na thon sot, ju jeni faktor stabiliteti. Faktor stabiliteti në ç'është kuptim jemi ne faktor stabiliteti? Në kuptimin që ne largojmë shqiptar për ditë, pra jemi një truall i cili vetëm pjell, dhimbje dhe nënat që lindin bijt këtu, vetëm i largojnë për në emigrim, ne cilësohemi faktor stabiliteti, tjerët vinë dhe pushtojnë. Ne cilësohemi faktor stabiliteti, tjerët vinë dhe pushtojnë. Në këtë kuptim, edhe rendi ndërkombëtar që shohim ne sot, ky rend ndërkombëtar favorizon gjithmonë atë që quhet stabilokraci përballë demokracisë. Kur ti favorizon stabilokratët përballë demokratëve, përfundon në një periudhë pa demokraci dhe pa stabilitet. Në këtë kuptim, sot duket sikur ka një katërkëndësh i cili i bashkon këmbët e kësaj politike që ne kemi sot. Oligark, krim, media dhe aleatët ndërkombëtar. Oligarkët janë ata cilët kontrollojnë sasinë e kapitalit. Duke kontrolluar sasinë e madhe të kapitalit, ti nuk lejon konkurrencën në treg. Qofse unë dua që të sjell filxhan, nuk të lejoj ty që të sjellësh apo të prodhosh filxhan, atëherë unë detyrohem që të largohem apo jetoj me rrogë vetëm tek ty. Kur nuk më del rroga, pastaj iki dhe largohem jashtë. Zhduket konkurrenca në treg. Këta oligarkët, siç i quhet ti, janë të pangopur, nuk lën asnjë fushë të biznesit pa hyrë dhe pa e marrë. Më kujtohet në vitin 2007 doli një ligj për faktoringun ku mund të blinje borxhet tek këshia të institucioneve kreditare financiare. I blinje ato që zakonisht shiten, ky quhet faktoring, dhe zakonisht shiten këto që janë me probleme, kredit me probleme që si mbledhin dot. Dhe në atë kohë ishte një kaos, se nuk ishte një listë adresash të saktë të njerëzve të regjistruar, nuk ishte një regjistër kredi të bankës qendrore, të gjitha bankave, dhe ishte shumë njerëz që kishin marrë kredi pa kolateral, $5,000, $10,000,
nëpër banka të ndryshme dhe ishin japanxhin të ardhur nga rrethet dhe ndronin adresë, ndronin shtëpi dhe bankat nuk i gjenin dot. Kishte edhe raste pasaj korrupsioni ku ja jepnin vetë këta, ju merrnin përqindjen, ai theshin ndro adresën, nike, ne të raportojmë tu që ti një miku i vet atje, për shembull drejtori që i kishte dhënë atë kredinin, dhe ishte ndro adresën edhe ik. Edhe jam bërë këto gjëra dhe doli faktoringu dhe unë hapa një biznes faktoringu, se unë e njoh këtë fushë mirë, edhe fillova të operonja në treg me çmime të arsyeshme, duke i bler këto kredit, ose duke i marrë dhe si shërbim shpesher, me përqindje. Domethënë, ja u mblidhnja unë dhe për llogaritë të tyre dhe mbi bazën e një kontrate faktoringu që quhet, ku ata më transferonin mua të drejtat e palës kreditore. Dhe sa e hapa unë këta, domethënë, sa doli ligji, kupton, madje unë kisha dhënë kontribute për dalë ligje, kupton, për të bërë për të plotësuar gjitha hallkat e industrisë financiare në Shqipëri, dhe usulën tash gjithë ta të mëdhenj. Në qoftë se unë e merrja me logjik, për shembull, kosto plus 10% fitim, për shembull si shërbim, këta hyn edhe i thanë nën kosto do punojmë ne, vetëm t'i zhdukim ta të vegjlit. Edhe filluan ne oblinim, për shembull, nëse kosto ishte 15% i të ardhurave të grumbullimit të borxhit, pra 15% të ardhurave që do mblidhnin këta ishin kostot që punonin kompanitë për t'i gjetur, për punëtorët, për telefonat, për makinat, për karburant, për të lëvizur, për zyrat, ishin 15% për shembull kostot. Këta i theshin me 10% më jep mua ja bëni, e mos jep me 20% ti tjetrit që të kishte logjik, 15% kostot, 5% fitim. Më kupton? Usulën këta të mëdhenj të oligarkët, e deshin ta kapnin dhe këtë sektor, të pangopur, ja 3-4, që është edhe kjo puna tash e borxheve të keshit, edhe ç'a bënin këta tash? Lidhin kontrata me keshin, që ta dinë dhe këta të spakut, lidhin kontrata me keshin dhe keshi i mblidhte vetë gjitha lekët. Mirë po, ata që ishin të prapambetur, që kishin borxhe ke keshi, për shembull ai milion, nga 500.000 vjetra, nga 800.000, kupton, kishte shumë debitor ke keshi. Dhe keshi vinte ju priste lidhjen, ne i theshte shko paguaj që të ta lidh. Kupton? Pra filloi të ndiqte politika drastike qeveria me debitorët. Edhe vinin, mirë po nuk paguani nga numri llogarisë keshit, pasi ekzistonte një kontratë, i theshin do paguani nga ky numri. I një biznesi që bënte këtë rolin e ndërmjetëm të këtyre kompanive të faktoringut. Edhe vinin i paguanin atje këta dhe këta merrnin 60% për ata, 40% ja kalonin keshin. Në fakt keshi vetë i mblidhte ato. Mirë po vidhnin 60% të këtyre detyrimeve të prapambetura, kjo bën kohën e Sali Berishës, 2007, 2008, 2009. Pra, ç'a paguan njerëzit detyrime të prapambetura, këta i transferonin ke kompaninë ndërmjetëse që gjoja bënin këtë shërbim që i detyronin njerëzit vinin të paguanin, dhe mbanin 50%, 60%, 70%, ku di unë sa kanë qenë ato kontratat, më duket ke 60%, që 40% merrte shteti. Kur vetë shteti mbledhte të gjitha, më kupton? Në këtë kohë janë dhe këto problemet që kanë dalë të Ilir Metës me ato Qesdian. Pra ajo që ju po thoni është e vërtetë. Pra çfarë po ndodh? Ka një zbrazje të buxhetit të shtetit për ta çuar tek xhepat e tyre, ka gjithashtu një zbrazje të Shqipërisë nga krahu i punës. Të duket pesimiste kjo situatë zgjedhore. Pra në këtë, pra e bëm të gjithë këtë hyrje për të vajtur tek situata e sotme zgjedhore. Situata sot është pesimiste. Ka rënje demografike. Situata sot është pesimiste sepse nuk ka risi. Pra kemi, po të marrësh fushatën e vitit 2005. Kemi Ramën i cili po mëtonte që të vinte në kryet PS-s. Kemi edhe Berishën i cili po mëtonte që të vinte në kryet qeverisë. Në 2009 në njëjta gjë, në 2013 në njëjta gjë, në 2017 në njëjta gjë, në 2021 në njëjta gjë, në 2025 e njëjta gjë. Që do të thotë, trupi politik ka vetëm 2 krah. Qa mandamenti nga qeverisja Rama, kot po të temë për 12 vjetë? Qeverisja Rama ka ditë. Qatë ka bërë duhet kuptojmë. Me përjashtim të këtyre fasadave që kanë ndyer, të bashkit majta këto sheshet që kanë bërë, edhe ato me vjedhje të mëdha. Rilindja urbane është e mirë. 100 fshatrat janë projekti mirë. Tuneli Murrizit. Çfarë 100 fshatrat nuk e di? Është identifikimi i 100 fshatrave të ndryshëm në Shqipëri
për të jetëzuar një lloj turizmi, për të jetëzuar agroturizmi, për të jetëzuar nuk e di këtë projekti 100 fshatrave është i mirë. Tuneli Murrizit është projekt infrastrukturor i mirë. Ndërlidhja me Dibrën rruga e Arbrit është projekt i mirë. Tuneli Murrizit kush është? Tuneli Murrizit është këtu në rrugën e Arbrit. Po. Pra ka Ky që u bë tash, që u hap tash. Po, rritja e numrit të turistëve është gjë e mirë. Pra, të gjitha për t'i dhënë dhe hakun, sepse nuk është se po e pikturojmë zi dhe mësi. Hakun të japim kujdo. Por të gjitha këto janë me fryrje faturash. Të gjitha këto janë me probleme të mëdha. Të gjitha këto tuneli Llogaras është hapur. Edhe tuneli Llogaras është projekt i mirë për të lidhur me jugun. Identifikimi për shembull rruga ande e Delvinës më shumë u bën kohën e Partisë Demokratike, këta vetëm bën mbyllje në fund që është hapur ai tuneli ande ku. Pra arritjet e kësaj qeverie, sikundër dhe arritjet për ndërtimin e rrugëve në kohën e kryeministrit Berisha, sikundër arritjet për futjen në NATO, sikundër arritjet rruga e Korçës për shembull Qukës Qafploç ka 12 vjet që në kohën kur ishte ministri Ivan Bodja i financave që e kaloi vetëm 10 lek edhe nuk po mbyllet 12 vjet. Nuk ka një rrugë, po diun sa 40 kilometra. Pra, ne jemi akoma tek ndërtimi i infrastrukturës. Çfarë ndodh? E gjithë kjo që ne po flasim. Ta bën atë rrugën lart në Llabëri sipër. Rrugën lumin e Vlorës sipër që. Po kjo është thjesht infrastrukturë. Ku duhet të ndalem? Sot ti garon në rendin ekonomik ballkanik dhe evropian. Po dhe kjo rruga tash që po bëhet Shëngjin-Velipoj. Ti garon sot me krah të kualifikuar pune. Po ju jap një statistikë të thjeshtë. Në 5 vitet e para që Rumania ka hyrë në Bashkimin Evropian, 3 milion rumun, krah i kualifikuar pune, 25 deri në 45 vjeç janë larguar nga Rumania. Rënja e produktit të brendshëm bruto e Rumanisë është nga 5 deri në 8% për shkak të largimit të krahut punës. Ekziston ky rrezik nëse ne në BE përsëri. Ne e kemi nisur të rrezik pa hyrë në Bashkimin Evropian. Valet migratore, për shembull. Vetëm lëvizja pa vizë në vitet 90, valja e parë migratore, 97-ën, valja e dytë migratore, në vitet 2000, valja e tretë migratore. Dhe sot, mbas fillimin e qeverisjes së Ramës, valja e 4 migratore. Në këto 4 valë migratore që ne shohim, në 2007-2008 ka pasur valë. Vitet 2000, prandaj thash vitet 2000. Kjo valë migratore kur hoqën vizat. Do pati një bum të papar largimesh. Pra, ajo që shohim është po ty dashin në BE do të ketë prap rrezik tjetër që të ikin njerëzit pa çfarë kokën tash të na largojnë ose sot. Po pra, se te kjo duhet të ndalem. Ajo çka është më e rëndësishme është krahu kualifikuar i punës. Pra, mendja është gjëja më e rëndësishme që dikush mund të ketë. Ideja është ajo e cila e çon ekonominë përpara. Për shembull, Japonia është një vend që nuk ka fare burime natyrore, por është një ndër vendet më të pasura në botë. Vënia në punë e mendjes është shumë e rëndësishme. Ajo prodhon ekonomi. Në krahun tjetër po të shohim, Rusia është një nga vendet më të pasura në botë me burime natyrore. Është një ndër vendet më të pasura në botë me metale të rralla. Është një ndër vendet që unë e pëlqej për kulturën që ka. Shkrimtarët e rusë janë tmerrsisht shumë të bukur dhe unë i lexoj me ëndje Tolstojin, Çehovin, Dostojevskin etj. Janë shkrimtarë madhështor. Por kultura politike që ndërtohet me kalimin e kohës fillon dhe i bjerë të gjitha resurset dhe të gjitha burimet njerëzore. Ajo Rusi e cila arriti të ndërtonte bomba atomike, ajo Rusi sot nuk ka mundësi që të mbajë në punë institucionet e veta shkencore. Pra çfarë dua të them në këtë lloj mënyre? Mbyllja e instituteve shkencore, largimi i krahut kualifikuar të punës, largimi i mendjes, mos kujdesi për dinjitetin e qytetarëve shqiptar, mos kujdesi për çështje të rëndësishme kombëtare, mos kujdesi për shëndetin publik. Këto janë të gjitha çështje të cilat sa vinë dhe bjerren njëra pas tjetrës. Duke qenë se të gjitha këto bjerren njëra pas tjetrës, unë nuk di se çfarë merite mund t'i japim këtyre politikanëve që e kanë qeverisur vendin. Më gjej se çfarë do të bëjmë ne, si do e projektojmë ne veten në 10 vitet e ardhshme. Ka një pyetje të thjeshtë. Nesër, e zejmë sikur Spaku arreston të gjithë korruptuarit në Shqipëri. I identifikoi. I pari Sebastiani, i dyti Fredi, i treti ky, i katri ai. U arrestuan, dakord. Çfarë do të ndodhë me ekonominë e vendit ton pas 5 vjetësh? Nuk ka një projekt se ku ne duam të shkojmë. Pra, gjithçka është, hajdeni turist këtu dhe ne, shpenzoni disa para dhe pastaj nuk dihet ne të rim dhe se çfarë do të ndodhë.
Por shif pak edhe shpenzimin e turistit që vjen, Fredi. Pra pse ka pesimizëm sot? Sepse ne arrim të artikulojmë, por ai qytetari që po na ndjek duhet t'ja sjellim në vëmendje. Sepse tek ajo pjata e sallatës që ai turisti vjen dhe ha në çdo restorant, në çdo agroturizëm. Ai turisti është thjesht duke të paguar krahun e punës së kamarierit, dhomën e hotelit dhe asgjë tjetër më shumë. Sepse domati o të vjen nga Maqedonia, o të vjen nga Greqia. Qepa o të vjen nga Maqedonia, o të vjen nga Serbia. Qumshti o të vjen nga Serbia, o të vjen nga Hungaria. Çdo gjë që ti e vendos në atë tavolinën aty, nuk është e fermerit shqiptar. Nuk është e atij korçarit që ka mollët, e atij devolliut i cili ka qepët, nuk është e atij zadrimorit i cili ka fruta apo ka diçka tjetër. Sepse këta janë në kushtet e mbijetesës. Këta prodhojnë aq sa të mbajnë frymën gjallë. Të gjitha të tjera duhet të importohen. Kur kthehesh në ekonomi importi, ata që i quajtëm oligark ushqimesh, oligark elektroshtëpiakesh, oligark plastike, oligark karburanti, të gjithë këto që ne fillojmë dhe i shohim njëri pas tjetrit. Oligark të Big Pharmës që sjellin të Big Pharmës, që është një nga oligarkitë më të mëdha botërore. Në këtë aspekt çfarë ndodh? Sasinë e parave që ne e marrim prej këtyre që po na e sjellin turistët, po themi, po në të njëjtën kohë e çojmë jashtë, sepse e çojmë me naftën. Po në të njëjtën kohë e çojmë jashtë sepse e çojmë me Big Pharmën. Po në të njëjtën kohë e çojmë jashtë me ushqimet sepse i çojmë jashtë. Dhe shihni se ku shkojnë të jetojnë shqiptarët. Shkojnë të jetojnë në ato vende që ne kemi zhbalancim import-eksporti. Për shembull, pse shkojmë ne kaq shumë në Greqi, në Itali apo në Evropë? Sepse zhbalancimi import-eksportit është me ato vende. Pra, në kapitalizëm qytetari shkon atje ku ka paran, që të ndihet edhe mirë dhe të fitoj për të jetuar me dinjitet. Në këtë kuptim, nëse ti ke zhbalancim kaq të madh importi-eksporti, çfarë ndodh me këtë vend në krye të 10 vjetëve? Nuk e investuar në arsim. Dritë dijes përpara do të na shpjerë, thonin rilindasit. Mithat Frashëri të gjithë theksin e vinte tek arsimi. Të gjithë theksin. Nëse nuk ndërton kulturë të mirë arsimore, nëse nuk ndërton shkolla të mira profesionale, çfarë do të kesh mbas 10 apo 15 vjetësh? Kjo është pyetja që bëhet. Dhe çfarë shohim ne sot? Ku është e fokusuar fushata? Partia Demokratike ka një program të mirë, po ta shohësh me kujdes. Programi ekonomik është shumë interesant, me taksën e sheshtë, me dividendin e me gjërat e tjera. Por nuk ka risi, sepse janë po të njëjtat premtime që i ka bërë gjithmonë zoti Berisha. Janë po të njëjtat premtime që i ka bërë dhe Basha më herët. Pra nuk ka një lloj besueshmërie që këto premtime do të mbahen. Nuk ka një lloj besueshmërie që këto premtime do të realizohen. Çfarë premtimesh kanë krahun tjetër kryeministri Edi Rama? Nuk ka premtime. Ka bërë një herë premtime në 2013-ën, vetë zoti Blushi e akuzonte që merri një dosje bosh në 2009-ën dhe vije kot nëpër Shqipëri duke thënë këtë do e bëjmë kështu, këtë do e bëjmë ashtu. Ku i ke sot premtimet? Pra, gjithçka kthehet në spektakël. Për çfarë arsye? Për të fshehur realitetin. Dhe cila është shqetësimi më i madh që kanë dy subjektet politike? Po të shohësh Berishën, merr edhe i thot aleatëve, këta kanë marrë listat e Partisë Demokratike. Po të shohësh Ramën, çfarë bën? Merr dhe shkon akuzon apo kapet me partitë e vogla. Ka një lloj Rama po ta shikosh ndjek një strategji kështu populiste, kërkon të jap imazhin që ja kush është opozita, zgjedh disa personazhe grotesk kështu nga opozita që janë personazhe TikToku dhe ju thot po të isha unë në krahun tjetër do të vinja në listat e mbyllura për të dhënë njerëzve imazhin ja kush janë këta. Ky është më i miri nga këta, kupton? Kjo është fshat dekurajimi. Po, dekurajimi ka lidhje me atë që e përmend edhe tim përpara. Ta ndrojmë çik këtë temën e bisedës, Sebastian. Para 2 ditësh apo 3 ditësh ishte në Moskë patriarku i kishës serbe dhe u takuan dhe me Putinin dhe shprehen atë dashurinë reciproke historike ndaj njëri tjetrit, që është e vërtet. Dhe Putini vuri në pa rolin e kishës serbe për të mbajtur vllazërinë midis slavëve të Ballkanit dhe rusëve, konkretisht serbëve. Dhe duket që ka një përpjekje që në këtë konfliktin e madh që po ravizohet midis Perëndimit dhe Rusisë, Serbia mund të luajë një rol agresiv kundrejt Kosovës, ndërkohë në Kosovë Kosova është duke vuajtur
nga mungesa e qeverisjes, nuk ka një qeveri legjitime që ta drejtoj, nuk po krijon dot qeveri zoti Albin Kurti, i cili ka marrë shumicën rreth 50 vende, 49 vende, i duhen edhe të paktën 12 mandate që të qeverisë me 61 deputet, pasi ka 120 deputet atje për shikuesin, e sqaroj këtë. Dhe Shtetet Bashkuara, me sa shikoj unë, kanë të njëjtin skenar për Shqipërinë, si ndoshta është duke punuar që së bashku me Lacivitën edhe me ato shpurat e tyre të fsheta, që të ndodhi njëti skenar dhe në Shqipëri, që Shqipëria të ngelet pa një qeveri, pa një mazhorancë mbi 70 mandate, pra, sa që duhet për të qeverisur. Rama ka pasur 74 mandate në zgjedhjet e fundit, kur PD-ja ishte plagosur, dhe 3 mandate i ka marrë me Tom Doshin, duke qeverisur me 77 mandate. Ndërkohë në skenë ka nyrë shumë parti të reja dhe ligji favorizon partitë e mëdha, që votat që këta nuk i përkthejnë dot në mandate, ja u marrin bazën e një formule partitë kryesore që kanë nyrë në parlament. Dhe kjo nuk është demokraci, kur ti merr votat e të tjerëve dhe thua kam fituar, kam 1 milion shuplaka. Partitë e vogla unë dua që të përmbysin fuqinë e këtyre dy të mëdhenjve, dhe këta dy të mëdhenjt mos jenë kaq kaposha sa që bëhen sot, por të detyrohen të ulen në një tavolinë me 2-3 të tjerë, dhe është më mirë kur është oligopol se sa kur është monopol politika. Dhe mirë po, këta janë të përçarë, janë të ndarë, se nëse do ishin bashkë, do t'i grumbullonin vota dhe të binin marrëveshje, për shembull, që në një rreth X unë kam degën më të fortë, do ta vë unë kandidatin atje dhe të gjithë koalicioni do punoj për këtë. Në rrethin tjetër, një nga partitë e tjera ka një tek të fortë, një njeri, personalitet, edhe kështu do t'i ishte mundësia me vogël për t'i vjedhur, ose mund të bënin ndonjë manovrim, të bashkoheshin bashkë dhe të hynin në një koalicion me një nga 2 grupimet e mëdha. Këto partitë e vogla nuk shprehen me kë do bëjnë qeveri nesër. Kupton? Sa do duhet shprehen që ne po fituam, do bëjmë koalicion me Berishën, ose po fituam, do bëjmë koalicion me Ramën. Le ta kthejmë pak ndryshe, Fredi. Po sikur ato do t'i deklarojnë këto. Jo, e kisha fjalën për Kosovën, edhe për Shqipërinë. A mund të ndodhi njëti skenar që të mos fitoj asnjë, apo Rama ka tash kalin e betejës emigrantët dhe mendon që 6-7 vota që do të përcaktojnë emigrantët në disa zona ku nuk do përcaktohet dot me numër të plotë marrja e mandatit të fundit, do hyn në lojë emigrantët të cilët do të përcaktojnë në atë zonë zgjedhore se kush do ta marrë mandatin e fundit, dhe janë 6-7 mandate që do prodhojnë 250.000 vota afërsisht, kur ato duhet të prodhonin në fakt 20 ose 21 mandate. Por sistemi është i tillë që këta i vjedhin dhe nuk ka demokraci. Ka një lloj pasigurie tek mënyra se si po ndërtohet fushata nga ana e kryeministrit Edi Rama dhe nga ana e Partisë Socialiste. Kjo mund të bie Rama në 70, ç'a mendon ti? Tashi që PD-ja është forcuar, i ka ardhur Lacivita, i cili i ka dhënë një çik oksigjen Partisë Demokratike, pavarësisht se ai nuk ka mundur do t'ja heqë atë non-gratën Sali Berishës. PD-ja është në formë optimale. Ndërkohë PS-ja ka shumë para që mund të manipulojë zgjedhjet, dihet që këta paguajnë të dyja palët. Dhe PD-ja kur ka qenë ka paguar, po sidomos LSI-ja ka pasur këtë, e futi si trend në fillim. PS-ja ka shumë para, ka bandat të cilave ju ka dhënë shtetin, po të shikosh njëra bandë ka zhëten, njëra bandë ka drejtorën e policisë, njëra bandë ka atë që bën tendera të Miushin e vogël qynte atje Sadria Bazi. Njëra bandë ka diçka tjetër, ja u ka shitur Shqipërinë të gjithëve. Edhe vetë ju merr atë pjesën e vet dhe ju thot vetëm blitni vota. E vërtet, nuk është situata si në 2021 faktikisht, SPAK-u ka një lloj valence tjetër në këto zgjedhje. Votat diasporës ka një lloj valence tjetër, siç e thatë edhe ju. Pra kemi dy ndryshore që Rama nuk i kontrollon dot kollaj.
edhe Berisha nuk i kontrollon dot kollaj, por vota opozitare dhe fluksi opozitar duket sikur është më i madh. Ajo çka e dëmton disi është mungesa demografike, pra kanë ikur shumë qytetarë. Pra ka një lloj pasigurie po ta vrejmë re tek Partia Socialiste. Nga Rama që thoshte që do dilnin si 97-ën, që do marrim ne 90 apo 100 deputet, pastaj do marrim 80, tani kërkon të ndërtoj qeverinë që janë 71. Në këtë kuptim shohim që ka një lloj pasigurie. Dhe mendoj se ka vënë një lloj basti tek partitë e reja, sepse sipas tij mund marrin shumë vota djathtas. Basha, Alibejaj, Shehu mund marrin vota djathtas sipas Ramës dhe te ky thesi i madh i Partisë Demokratike, po t'ikim 5, 7 apo 8% dhe defaktorizon disi. Mirë, po ata me PD do bëjnë koalicion. Ajo çka mund të bënin këta si subjekt. Kurse ky Lapaj me këtë Qorin ndoshta bëjnë me Bashën. Nuk unë mendoj, ajo që shoh unë është ta e kishin një mundësi për të krijuar një koalicion të gjerë. Dashej bën me të djathtën sigurisht. Dakord, por këta kishin një mundësi për t'u bërë zë, për t'u kthyer në zë. Pra çështja është që të ndërtosh një lloj perspektive, e humbën këtë lloj mundësie për shkak të egoizmave individuale, mungesës largpamësisë etj. Kjo tregoi që nuk arritën që ta kapnin çastin. Për shembull, për ta lidhur pak me Kosovën. Vlani, vetvendosje LTK, AK dhe Nisma, u bën bashkë pavarësisht se kishin gjithkohës që e akuzonin njëri tjetrin përpara rreth 10 vjetësh. Cila ishte arsyeja? Ata mendonin se Thaçi e kishte kapur shtetin, ishte gjithë pushtetshëm dhe duhej që të largohej. E njëjta gjë te krijimi i këtij koalicioni, ato zgjatën për muaj të tërë bisedime, këta nuk ulën asnjëherë në tavolinë me njëri tjetrin që të paktën bisedonin cilat janë gjërat që nuk shkojnë dhe cilat janë gjërat që ne kemi të përbashkëta. Secili ishte megaloman, unë do fitoj, do bëj. Për të ruajtur brazdat e veta. Kjo do një lloj plaku të urtë. Ky plak i urtë, po e marrim në këtë lloj forme, pra që shkon dhe i thot, dëgjoni më bi djema, si do të që ti thuash. Tani duhet të gjejmë një lloj zëri të përbashkët për të krijuar një lloj pushteti, një lloj fuqie. Më pas mund të ndahemi brenda parlament, krijojmë grup parlamentar, secili mban interesat e veta, fuqizon subjektin e vet politik, idetë e veta që ka që kërkon t'i çojë përpara. E humbën këtë lloj shansi. Stan me lepur. Aktualisht që flasim, për mendimin tim, këta do të fitonin nëse do të nxirrnin veten. Pra nëse dalin vetë si deputet, do të ishte, si thua, arritje, sepse shtrirja në territor është e pakët dhe votat nuk janë aq shumë. Pra nuk duhet të themi që ka kaq shumë vota kur ka kaq socialistë ka avantazhin e 200.000 punonjësve të administratës. Të paktën me 2 ta përkthesh këta me një antar të familje, si thon 400.000, se mund të ketë në administratë nga ky 200.000 mund të ketë 20-30.000 çifte që janë, domethënë 30.000 për shembull janë burrë grua të punësuar në administratë, njëri në bashki, njëri në një ministri, njëri ke ministria tjetër, pra janë në administratë. Po të paktën 50-60.000 veta mund të jetë një person në familje i punësuar në administratë. Ky tashi e përkthen me 2-3 të tjera atë, kupton? Domethënë dhe 150.000 të tjera, kupton? Plus edhe këta çiftet që janë nga 2 nga 3 që kanë edhe këta ndonjë. Kështu këta përkthehen nga 200.000, këta shkojnë 500-600.000, kupton? Votus vetëm administrata i prodhon. Se këta në thellësisht politik. Por nuk besoj se do e ketë kaq të thjeshtë. Sepse ka një lloj, siç e thash dhe pak më herët, fluksi opozitar. Ka një lloj ndjenje vetë ata të cilët janë socialistë. Nuk po them që do shkojnë të votojnë Berishën. Nuk po them që këto do të shkojnë të administratës, më duke parë se çfarë pisliqe kanë bërë këta që janë në krye të administratave. Sepse ju janë neveritur dhe thonë bën zhdukur, jo të gjithë ata që punojnë në administratë, jo të gjithë vjedhin. Sepse po të ishte se vjedhnin të gjithë, Rama do të kishte gjetur, do të ishte për Nobelin e ekonomi, aq shumë lek paska sa që të gjithë abuzojnë. Çështja është që në një drejtori abuzojnë 3 veta dhe 33 të tjera apo 43 të tjerë rrinë me rrogën e tyre atë 800.000 apo 1 milion lekë që marrin. Pra ka njerëz të ndershëm sa të duash. Ka janë kuaj që mbajnë shtetin. Pikërisht. Kjo është burokracia e rëndësishme që me të vërtetë mban shtetin më këmbë. Tani, pikërisht këto qytetarë i shkon dhe i shantazhon. Këto burokratë të rëndësishëm shkon dhe i shantazhon. I thotë dua votën se s'bën, dua jo vetëm votën tënde, po dhe votën e 3 tjerëve. E bën edhe Berisha, nuk është se po e bën vetëm ky. E bën edhe LSI-ja, nuk është se po e bën vetëm ky. Tani ky aspekt. Mua më mori njëri në telefon, që e njoh kështu atje ke lagja ku votojmë ne, më tha, Alfred, tha,
Ne dim tha që ti voton për të majtën, tha, po për këtë do votosh nga këto, tha, se vetëm ti tash nga tërë lista nuk e dim se për këtë do votosh. Se të gjithë tjerët na e kanë treguar. Kupton? Po ti me çfarë merresh ti tash? Ku je? Çfarë bën? S'po e kuptonja. Po unë jam këtu tha ke zyrat e Partisë Socialiste, tha, po kam marrë listat me radhë, çfarë kemi ne banor këtu? Të gjithë po i pyes në telefon, po vetëm për ty nuk e dim për këtë do votosh. Do ma thënë, neve rritë, thash, qa bet, këshu, kaq të paturshëm, për spakun është kjo. Kaq të paturshëm, po futeni më këto telefonat në përgjim të këtyre që drejtojnë këto pikat, këshu, që është kjo pyetje më për këtë do votosh tip? Se mund të bëj një kompani sondazhi, mund të marrë numra pa emra në një nga këto kompanita, ku e dy unë kështu pa e ditur se kë po pyet, kë po interviston dhe mund ta pyes. Për këtë do votonje ti, jemi kompani sondazhi. Po të më marrin mua tash i militantët e një partie dhe të më thonë, ore, vetëm ti se dim se për këtë do votosh, se gjithë tjerët që kemi këtu ke lagja, ke një pik votimi, a ku di unë si ndajnë ata, nuk e dim se për këtë do votosh. Kupton? Do më thënë, këta janë bërë tashit, do më thënë, fare të paturpshëm, do më thënë, për të shkelur ligjin. Se kjo është një shkelje madhe ligjit, të pyesësh njerëzit ti me emër, mbi emër, ti Sebastian për këtë do votosh në tuaj këtu, ta shënojmë dhe që në fillim ta dim pak a shumë rezultatin se si do dalë. Patronazhimi funksionon kësaj, por problemi i patronazhimit që kemi ne sot nuk është çështja që këto punojnë në një blog dhe kanë shkelur derë për të parë se si qytetarët duan ta orientojnë votën. Çështja është që përdorin burimet shtetërore për patronazhim. Edhe derë është ndaluar ti thua shtetit për këtë do votosh ti. Këta derë mund të vend të bëjnë propagandë. Bën fushat. Bën fushat, do thotë ne po fituam, do bëjmë këtë, do bëjmë këtë, po jo ta detyrosh tjetrin të shprehet për votën, në shkelje rëndë ligjit. Pra kjo tregon një lloj ose migrantët e ke parë që edhin në për këto rrjete sociale votën që kanë postuar në shiko. Domethënë ka presion nga partitë politike dhe Sebastiani nxjerr votën e tij. Ja ku e kam thot. Domethënë se i ka dhënë fjalën dikujt që Partia Socialiste ka motrën këtu në punë, i kanë bërë presion që ta heqin motrën nga puna ose vllajin ose ku e di unë një të afërm ose do të japim një tender këtu kur të vish po na votove edhe i nxjerr online, domethënë këto janë shkelje të rënda, këto më kupton, dhe shumica atyre që i nxjerrin janë të Partisë Socialiste. Shumica atyre që i nxjerrin votat janë të pushtetit, sepse pushteti u bën presion, se opozita s'ka çfarë të bëj presion dhe nuk e ka të nevojshme ai pa pasur presion të hedhë votën e vet online. Matematikisht ne shohim që Rama ka një lloj favorizimi për shkak të reformës zgjedhore, me këto deputet që mbajtën postin dhe nuk e dogjën kur i dogji Partia Demokratike që u votua reforma zgjedhore. Në krahun tjetër kemi reformën territoriale, që Partia Demokratike nuk mori pjesë me zotin Basha në 2015. Po tjetë me një zonë zgjedhore s'ka nevojë për reformë territoriale. Dakord. Edhe kjo ka problemet e veta, por po ndalem edhe tek tjetra që është defaktorizimi i opozitës. Pra ky është një lloj manuali putinist, po e themi, i cili bën që ti të rish në pushtet pafundësisht. Pra Rama i ka përdorur të treja këto instrumenta. Pra është teza ime që çdo qeveri po mos dojë ta lër pushtetin me presion nga ndërkombëtarët, nuk e lër pushtet. Çfarë do që të bëj? Sot nuk ka presion nga ndërkombëtarët ndaj Ramës. Pavarësisht se ne mundohemi ta paraqesim. Amerikanët nuk e duan. Evropianët dhe gjujshët e duan, Izraeli, sionistët e duan dhe po e mbështetin, siç e analizoj unë. Po, derisa e ftuan i dhanë tash një dekorate. Duhet kuptojmë çfarë interesi kanë. Interesi që të dyja palët kanë është ndërkombëtarët kanë të dyja palët është që trojnë stabilitetin. Nuk kanë interes tek demokracia. Tek demokracia kemi interes ne si qytetar, që të kemi garë, që kemi meritokraci. Ata e lënë tokë të djegur se kanë problem fare, vetëm të realizojnë qëllimet e tyre. Prandaj unë them shqiptarëve asnjëherë mos u lidhni me ndërkombëtarët, por shikoni vetëm hallin e shqiptarëve dhe të Shqipërisë tonë. Ndërkombëtarët sa çajnë kokën, mbarojnë punën e tyre, ikin, realizojnë ato aspiratat individuale dhe aspiratat e shtetit të tyre, interesat e shtetit të tyre dhe e lënë këtu tokë të djegur. Ky vend ka nevojë për Zot, ka nevojë për të rinë dhe të reja që t'ja u kuptojnë lojën dhe të dinë t'ju thonë jo atje kur nuk është në interesin e të ardhmes së vendit të tyre. Sepse shive sa fatkeqe është mënyra e logjikimit. Dikur e dinte Moska se çfarë ndodhte, pastaj e dinte Partia se çfarë ndodhte, tani e di Washingtoni se çfarë do të ndodhë apo e di Brukseli. Më gjej një rast kur ne kemi thënë fjalën tonë. Unë e kuptoj që fuqitë e mëdha politike, gjeopolitike, janë shumë të rëndësishme.
Nuk është se ti do të shkosh të konkurosh me fuqinë që ka Amerika sot. Por ti do të thuash fjalën tënde, do të ndërtosh projeksionet e tua dhe ti do të shprehësh interesat e tua. Tani, kjo lloj logjike që e di partia, e di drejtuesi, e di Berisha, e di Rama, e di Brukseli, e dinte Moska dikur kur ishim nën komunizëm, kjo lloj logjike të lë pa vullnet. Kjo lloj logjike që përdoret gjerësisht, kjo të lë pa shprehur interesin tënd. Dhe ajo që unë shoh që po ndodh me pesimizmin që po shfaqet në këto zgjedhje, në një krah është defaktorizimi që kërkon që t'i bëj opinionit publik fushata që po bën kryeministri, shpresat që ai ka varur që partitë e vogla të marrin më shumë nga Partia Demokratike, dhe në krahun tjetër kemi këto parti të reja, të vogla apo të reja, varet se si duam që t'i quajmë, të cilat nuk patën mundësi që të ndërtonin një koalicion të gjerë të përbashkët për një formë të re pushteti për të shkuar drejt parlamentit, por në krahun tjetër, ajo që ne kuptojmë është se këta jo se duhet t'i votojmë patjetër. Domethënë çdo qytetar ka drejtën e tij të mos t'i votojë fare, mos shkojnë votime fare. Po për mendimin tim duhet shkoj. Ajo që unë kuptoj është duhet të çelen perspektiva të reja. Çelja e perspektivave të reja është shumë e rëndësishme. Në qoftë se ka ndodh që pamundsohet një lloj rotacioni në Shqipëri, ajo që ne kuptojmë, ajo që ne shohim dhe që ndodh faktikisht dhe që kthehet në problematike, është se sa më shumë që zgjatet një parti në pushtet, aq më shumë ajo parti ka shtetin, aq më shumë lidhet me krimin dhe me oligarkët, aq më shumë ajo lloj partie fillon dhe e zgjeron korrupsionin e saj, aq më shumë ndërkombëtarët fillojnë dhe ja kanë nevojën, nëse do të marrin këtë lloj mënyre, për të ruajtur stabilitetin pasi është katalizator stabiliteti, dhe aq më e vështirë bëhet për ta larguar më pas. Kjo është ajo që unë mendoj. A do të ndodhi këtu skenari i Kosovës? E thash edhe pak më herët. Kosova ka një dinamikë interesante. Kurti në 4 vjet ra me 10% Pse? Sepse qytetarët e shprehin lirshëm vullnetin e tyre. Nuk ju pëlqen kjo lloj gjëje? Nuk të votojmë. Pra ka shprehjet vullnetit tyre. Nuk janë si tek shprehja e Stalinit, ju votoni unë numroj. Ajo që ne shohim në këto momente, ka mundësi që në zgjerimin e një fluksi opozitar, në zgjerimin e një ideje opozitare, në zgjerimin e mundësisë që të mund të mposhtet një regjim që është duke u instaluar, sundim që është duke u instaluar, ka një lloj mundësie që të mos shkoj 71 vetëm. Dhe kjo lloj mundësie duhet të shfrytëzohet. Kanë interes Shtetet e Bashkuara te kjo? Mund të kenë interes. Parët që duhet të kenë interes duhet të jenë qytetarët shqiptar. Shtetet e Bashkuara dhe Brukseli mundet dhe s'mundet të kenë interes. Nuk është se ne do t'i lexojmë kartat që kanë në dorë. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara nuk e duan Ramën, pavarësisht se ata kanë bërë një deal për ato të Sazanit, e ky ka krijuar një lloj marrëdhënie personale si mjeshtër që është kështu për të penetruar në këto lidhjet personale me familjen e Trumpit. Dhe ata mund të mos i dalin do të hapur kundër për t'i treguar atë mungesën e mos mirënjohjes. Por ata kur ju kujton socialist, fjalën nuk e dëgjojnë dot fjalën socialist. Dhe si familje dhe nga ana tjetër ata mos e thuaj se kanë mbajtur në verin pushtet. Nga jo them për Trumpin. Dhe nga ana tjetër nuk kanë ndonjë simpati për ndonjë empati për Berishën, dhe duan t'ju thonë të dyve në qoftë se s'kapin mbi 70, largoni se populli nuk ju do, nuk ju beson. Prandaj rinovoni partitë dhe ndryshoni njerëzit që drejtojnë këto partitë tuaja më të mëdha historike. Unë mendoj që ky është qëllimi i administratës amerikane. Kurse këta duan statu quo-n, ky është një shërbëtor, jesmen, delu tregon pralla shqiptarëve dhe do t'ju thotë si për Covidin që vinte gjoja, bënte vaksinat. Nuk e besoj, Fredi. Po të lexosh fjalimin e Trumpit në KB, po të lexosh exageron Facebookun për këtë. Do të pyes për një gjë nga Facebooku, por për ta thënë këtë lloj gjëje në fund. Më ndjek ndonjë çik mua, ndjek Facebook. Ta ndjek Facebook. Po çat ka bërë me disa gjëra nuk është se bie dakord, por një gjë më erdhi çudi faktikisht. Çfarë? Tani ishte kjo, nuk ka më dallëndyshe, nuk ka më zoj, kishte një status të fundit. Domethënë, tani
unë nuk është se shoh ndonjë lloj ndryshimi të madh, me thënë të drejtën. Ti je i vogël sepse këto vitet e fundit që ka filluar goditja me gjeoinxhinerimin e motit e me këto 4-5 vjet të fundit, ti ndoshta më përpara nuk ke qenë shumë i vëmendshëm për shkak të moshës, po unë mbaj mend që në këtë kohë e kam thënë dhe aty në status, i rruga Myslimshyri, për shembull, sa fillonte instruim mbas dite, harabelat e vegjël që s'u kishin dalë mirë krahët, ato pemët ishin të mbushura plot e vetëm cicërinin kur hynim neve në rrugën Myslimshyri, na shurdhonin një këngë zog që e papal. Tash shikon ndonjë zog ti unë s'dëgjoj asnjë cicërim zogu. Fjala zog avash avash po vazhdoi kështu do të zhduket nga fjalori, sepse kur ta dëgjojnë njerëzit do të duket sikur flitet për krokodilët. Ku janë, do thonë. Po mos ndoshta është betonizuar Tirana. Jo, po unë 2018-2019 në këtë ambienti ku jetoj, vinin dallëndyshe të mbushin balkonin tim me pole. Tash s'ka më dallëndyshe, u bë 2 vjet, 3 vjet s'ka dallëndyshe. Sepse këta vetëm hedhin helme, i kanë ngordhur kafshët, valët pasaj të 4G, 5G. Dhe është strategjia e depopullimit, ashtu siç ishte Covidi. Më bëri përshtypje një intervistë që kishte dhënë ky Edvin Prifti këto 2 ditë, kishte dhënë një 2 intervista në një podcast. Dhe nga një anë thonë është plandemi, nga ana tjetër thonë virusi ka dalë nga laboratori, nga Wuhani. Tash ndajeni mendjen, o është pandemi me virus që se kontrollon dot njeriu, po doli nga një laborator, ose është plandemi, pra që nuk ka virus. Tash unë nuk jam specialist, më vjen keq që domethënë Edvin Prifti nuk e dallon dot të gjë, sepse unë i kam dhënë merita të mëdha atij për atë që bërin në atë kohë. Fjala virus nuk ekziston. Është një shpikje djallëzore e Big Pharmës që të fus njerëzit ke vaksinat. Vaksinat fusin smundjet, fusin autizmin, fusin metalet e rënda që japin pasoja në sistemi gastrointestinal, në Alzheimer, në probleme të zemrës, në kocka, në gjak, ku e di unë, në nyjet limfatike e tjera. Dhe i shërben Big Pharmës që njerëzit vend të marrin sa më shumë ilaçe dhe në fund të vdesin në një moshë të re për të bërë depopullimin. Kulminacioni arriti me vaksinën mRNA, e cila ndryshon kodin gjenetik, e kthen ADN-n e njeriut në një ADN sintetike, ose shfletusin me RNA, e kthen në sintetike, dhe në fakt bëhet vetë problemi për të cilin pretendon futet në trupin e njeriut për ta luftuar. Dhe krijon atë që quhet spike proteina. Tashi, mendimi i shumë specialistëve të mëdhenj në botë, që e mbroj dhe unë, është që ky ka qenë një elmim. Këta theshin mbyllunin në shtëpi dhe fillonin avionët gjithë natën mbushin qellin me helme. Edhe është bashkimi helmeve të 2 gjarprimve, kreti të kuq dhe kobra mbret. Dhe na ithnin në ajër, na ithnin në ujë, na ithnin në këto pikat që vinte bashkia kështu për dezinfektim ku hynin njerëzit, edhe këto ishin të mbushura me helme, dhe sidomos ke tamponin. Se s'kishte nevojë tamponin ta fuste këtu ty, po të theshte hidhin çik material gjenetik me mbështym këtu, e merr mbështymën analizohet, pse duhet më futesh ti mua të kleçkën të makruash këtu, kupton? Ato kanë qenë 35% të infektuara me helm dhe duke të qarë këto damarët tu ty, të fuste helmin dhe avash e thithë trupi dhe ti elmosh dhe blokoshin receptorët e nikotinës, të cilët bëjnë funksionimin e mushkërisë dhe nga pamundësia e absorbimit të oksigjenit, njerëzit fillonin vdisnin, kuroheshin dhe me një protokoll të gabuar që ishte vënë apostafat nga Organizata Botërore e Shëndetësisë me Remdesivir, i cili hollonte nga ana tjetër helm gjarpri, kupton, ti merr një helmin e gjarprit me helmin, pastaj nga uji ose nga ajri ose nga qendra tregtare. Këtu ka qenë një deputet këtu që interesoheshe i Partisë Socialiste, që interesoheshe për elmimin e këtyre kondicionerëve të qendrave të mëdha tregtare. Hynin njerëzit aty me orë tëra, thithnin helm, hynte në gjak dhe mbas një dite ose 2 ditësh i jepte efektet elmi dhe fillonin smureshin, e teshin mangjiti ky, mangjiti ai nuk ngjitesh, si pandemi.
Tashi doktorët bin prifti si bie në këtë kurth. Thotë që ishte pandemi, i dal virusi nga një ashtu, dhe pasaj, domethënë, ishte një virus që doli nga Kina, dhe pasaj thotë që ishte plandemi. Po, ndaj mendin, është pandemi me virus, që se ekziston për mua fjala virus, edhe hënjen në njëja nuk është virus, është helmim dhe aty, ka 30-40 vjetë që e hedhin këta, e kanë, kur vjen prilli dhe shtatori, tetori, kur freskohet ose ngrohet koha, ja tash po ti shikosh qetë janë plot, vetëm hedhin. E njerëzit janë smur. Nga se janë? Nga ajri. E thonë, ma ngjitja në zyrë, se e kishte zenat në zyrë e ma ngjiti. Nuk ngjitet. Nuk ngjitet, s'ka virus. Ka helmim. Kupton? Ky është mendimi im edhe mendimi i shumë specialistëve të mëdhenj. Nga një anë thonë është plandemi, nga njëra anë thonë virusi Covidit. Më përpara kanë dalë, kanë thënë që Covidi ekziston, tash i thonë është plandemi, po virusi është përndarë thot nga ajo laboratori kines. Domethënë kanë rënë në këtë lloj në CIA, sepse CIA kërkon bashkë me shërbimet sekrete perëndimore ti heqin borxhet që i kanë Kinës duke i vënë një gjobë për shkaktimin e pandemisë plandemisë të organizuar nga vetë ta, duan të shitja edhe në Kinës edhe ti vendosin një gjobë të madhe. Po, o do bëj luft Kina, që s'ka kell që të bëj luft me perëndimin, ose do ta pranoj, s'ka çfarë bëj. Unë them ta mbyllim këtu, Sebastian, se kaloj dhe koha. Ishte kënaqësi biseda, edhe njëri u them atyre që janë dy thundrak dhe që kanë hyrë rastësisht këtu në këtë podcast, por që ndjejnë që frekuencat e shpirtit dhe të mendjes së tyre i kanë të përafërta me podcastin e Lirisë dhe nuk janë të trullosur nga propagandat zyrtare dhe nga mashtrimet zyrtare, të bëjnë një klik atje ku thot subscribe. Jo na ndihmoni ne, sepse ne kemi disa efkolira, disa lektësira nga vajtja mbi 10.000 abonentë në YouTube. Dhe ju kini efkolira sepse nuk ka nevojë tyni apo stafat të kërkoni çfarë ka hedhur podcasti i preferuar nga ju, podcasti Okult, por ju vjen ai notification-i atje, ju njofton pap, e thot ape se ja ku jemi. Një emision i ri është hedhur nga Alfred Sako ke podcasti Okult. Nga unë Alfred Sako, natën e mirë dhe miru pafshim në emision e radhës, natën e mirë Sebastian. Faleminderit.